Divorci dhe dispozita e tij. Lidhja e burrit me gruan nëpërmjet martesës ligjore dhe lidhja familjare janë ndër begatit më të mëdha të Allahut mbi të birin e Ademit, duke i pasur parasysh dobitë e mëdha mbi të cilat bazohet kjo lidhje. Nga ato dobi numrojmë se martesa është shkak për mbrojtjen e syrit dhe mbrojtjen e nderit nga ajo që e ka ndaluar Allahu, ashtu siç tha dhe i dërguari alayhis salam. O ju të rinj, kushdo prej jush që ka mundësi për martesë, le të martohet, sepse kjo është mënyra më e mirë për uljen e shikimit dhe mënyra më e mirë për mbajtjen e dëlirësisë. Ndërsa kush nuk ka mundësi të martohet, atëherë të agjëroj, sepse agjërimi është ndryllës, pra i epshit. Martesa është shkak për fitimin e qetësisë shpirtërore dhe miqësisë dhe shoqërisë mes dy bashkëshortëve, ashtu siç tha edhe Allahu i madhruar. Dhe një prej shenjave të tij është që prej jush krijoi për ju bashkëshortet tuaja, që të qetësoheni pranë tyre. Dhe po ashtu tha, është ai që ju krijoi nga një njeri i vetëm, prej të cilit krijoi edhe bashkëshortën e tij, që të gjente qetësi tek ajo.